الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu. Atë falënderojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e gjëratave javore të ditëve të shtuna, ku jemi me veprat e zemrës dhe veprat e brendshme të njerëzit. Kemi kaluar disa prej veprave dhe jemi ndalë tek vepra e sabrit dhe durimit. Pra të durosh për hir të Zotit te bareke ve teala. Durimi është vepra e zemrës e brendshme, e cila më shumë të është përmendur në Kur'an në krahasim me veprat e tjera, të cilat e përbëjnë këtë orbit të veprave të zemrës. Andaj edhe do të ndalemi pak më gjatë në atë raport sa e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Përmendëm 20 rregullat, mënyrat se si muslimani duhet që të kthen të mirën, të kthen të keqen me të mirë dhe mos t'i kthen të këqijat me hakmarrje. Dhe përmendëm 20 udhëzime nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Dhe përmendëm se do të vazhdojmë me izën Allahu subhanahu wa taala në këtë vit të shpjegimeve, që ndalemi me një varg hadithesh të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka menaxhuar këtë stres apo këtë çrregullim të njeriu kur ballavaçohet me caktime dhe kadere të hidhura. Përmendëm se sabri është tri llojesh. Sabri i parë është në adhurime, të durosh për të adhuruar Zotin e Madh te bareke ve teala. Sabri i dytë është sabri karshi mëkateve, kur ti duron që mos të bësh mëkat. Dhe sabri i tretë është sabri në caktim, ku nuk ka të bëjë me adhurim drejt për drejt dhe me mëkat, por ti duhesh me frenu vetvete për një caktim që të ka ndodhur. E ky caktim është dy llojesh. Lloji i cili ti s'ki mundësi ta me vepru kur gjë, sikur për shembull zbritja e shiut, tërmeti, vërshima, ti nuk ki mundësi këtu me thanë se kam bo sabër, se nuk të shpyt kur gjë a me ndodha po jo. Dhe lloji i dytë i caktimit është ku ti ki mundësi me veprua, dhe është sabri karshi veprimeve të cilat janë kader, por dhe mund të kthehen, sikur për shembull të ofendon dikush, edhe ti ofendon, apo të ban dikush dam, ti thua edhe unë kam i bë dam, t'ja kthej damin me dam. Për këtë arsye ne flasim për këtë llojin e dytë të sabrit të tretë. Pra sabri i adhurime, sabri në mëkate dhe sabri në caktime. Caktimi o dy llojsh, caktim që mund ta ndryshosh dhe caktim që s'mund ta ndryshosh. Caktimin që s'mund ta ndryshosh, atë s'kemi punë kur gjë. Ne nuk kena mundësi me thanë se ato ra shi ose dul dilli i fort, amone mashallah sabërli. Ajo nuk të ka pyet ty a me dali fort apo me dali dobët. Por lloji i dytë i durimit ku ti ki mundësi me veprua, këtu kërkohet edhe menaxhimi i kitë kësaj skene nëpërmjet durimit. Përmendëm se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çdo sene ka sjell për udhëzimeve të Allahu subhanahu wa taala në metodën se si ka jetuar, në udhëzimin që i ka dhënë ai. Andaj gjithashtu dietarët kanë studiuar edhe fjalët e tij, të cilat janë ilaç për menaxhimin e stresit, depresionit, shqetësimit e kështu me radhë. Dhe këto do t'i shohim në fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Përmendëm edhe se sot në kohën moderne e quajnë këtë shqetësimin me gjëra të ndryshme, apo stabilitetin shpirtëror, apo an-nafsul mutma'inna, Allahu që e quan shpirti i qetë. Sot normal me studimin e shumë të detaleve të shpirtit edhe të nefsit, njerëzit i kanë vendosur terma të ndryshëm. Ajo që ka njihet në botën moderne sot njihet me shëndeti mendor, shëndeti emocional, ku ti i qetë me mendimet e tua, i merr drejt vendimet e tua, nuk i çrregullim emocional, nuk i çrregullim në zgjidhjet e gjërave. Apo, nëse presioni i madh ka mundësi me ta çrregulluar këta. Andaj kjo është ka njihet sot për shëndetin mendor. Allahu subhanahu wa taala e njeh si shpirti i qetë, i cili është i qetë me iman, i qetë në vendime, i qetë në zgjidhjet e veta, i qetë karshi caktimeve të hidhura e kështu me radhë. Andaj
duhet besimtari që vazhdimisht punon me vetveten e vet që ta ruan këtë shpirt të qetë. Nga se shpirti i qetë vëllezër ndryshe i shëgjerat dhe shpirti i çrregullum, dhe ai i cili ka një shëndet të dobët mendor, ai normal që i gjërat ishe ndryshe, sikur që kur fiziku, trupi njeriu të smuat, edhe gjërat e amla si shijon ç'ish duhet. Që një njeri i cili ka grip nuk mundet me shiu gjërat që shijon ai i cili s'ka kur gjë. Nëse ka një smujë alamatran, edhe më shumë i bën gjërat më të këqija. Për këtë arsye vëllezër, stabiliteti dhe shëndeti i njeriu ndikon edhe në shijen e gjërave. Edhe në për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka përmend një problem të shëndetit mendor dhe shpirtëror, apo në mos perceptimin e saktë të Kur'anit. Sikur që kur i ka përshkruar munafikat në Kur'an, çfarë ka thënë? Është i njëjti Kur'an, është e njëjta fjalë. Me të njëjtën fjalë të Ebu Bekri është bo Ebu Bekr, Omeri Omer, Ibn Selul jo bo Ibn Selul, me të njëjtat ndikime. Çat Kur'ania ka lexuar pejgamberi sa me dhe këtij. Është i njëjti ilaç ka qenë. Mirë po, ndikimi ka qenë ndryshe. Pse? Thot Allahu subhanahu wa taala për këshimin e munafikave, fi qulubihim marad. Në zemrat e tyre ka sëmundje. Dhe kjo sëmundje është problematike. Kur ti nuk ish net mrena, ti nuk ish gjëra që duhet. E dëgjoni fjalë të mirë, e prapë duket. Apo sikur që thot populli, shëndet i thue, ama ati duket se i ti thon helaç. Se shëndeti mendor ndikon këtu. Por këtë arsye vëllezër është shumë e rëndësishme në hijen e ajeteve dhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtu ka shumë vëllezër argumente për ta argumentuar gjë kryme, kjo nuk ka nevojë për diskutuar se njëri smuhet edhe mrena dhe jashtë. Sikur që të dhem kria, të dhem edhe shpirti. Sikur që të dhem dhami, dhem edhe zemra. Ka smundje për këtë arsye thot Ibn Qayyim al-Juzeyyi se nuk do të diskutoj këtë meselë se ekziston smundje e zemrës. Smundje e zemrës. Tani kanë ndarë shumë vëllezër, ndarje të shumta, psikologjia, shkencat sociale kanë ndarë këtë smundje në shumë detale, mirë po ajo që njihet domodin me shëndet mendor apo me smundje apo çrregullim të mendësisë dhe emocionit të njeriu. Si e vorrejmë vëllezër se një njeri ka probleme me shëndetin apo me shpirtin e qetë, pra Kur'an, shpirti i qetë. Ndërkohë që me terme të reja moderne, pra a është i shëndetshëm në emocion, apo sot çka përmenden në gjërat të cilat i quhen ata si inteligjenca emocionale e kështu me radhë. Si e dallon vëllezër se një njeri ka probleme me shpirtin e vet, me qetësinë e vet, nuk ka sabër, s'ka durim e kështu me radhë. Këtu vëllezër duhet çdo njeri ta sjellë në mend monologun çka bën me veten, çka fol me veten. Edhe çfarë lloje fjalë pranon prej të tjerë, nga se kjo pastaj reflekton edhe në raportin me njerëz. Gjëja e parë që shfaqet si simptom, cili është një lloj ndjenje zbrastie dhe boshllëku. Ku njeri vazhdimisht njihet që kur gjë, këtë spras, këtë bosh, apo një lloj trishtimi e ka. Dhe kjo vëzë si cili prej këtë piksaj. Dhe mbani mend, mes të shëndetshmit edhe të smutit, ka të përbashkë këta, gjithmonë. Pra, kur është për qëllim me thanë, ta shënosh në qiketa, nuk i bie që i shëndetshmi, hiç nuk ka qështu. Edhe njeri maj devotshëm botë, që vazhdimisht lexon Kur'an edhe është i shëndetshëm edhe ka shpirtin e qetë, nuk do me thanë sajt, asnjëherë nuk e ka për trishtimi. Jo, dhe thotë, do njerë bëshlok ka. Apo, ka mundësi. Jo rasisht dëshmojnë historit, faktet dhe njështë e mirë. Apo, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu teala, thot Ibn Qayyim al-Juzeyyi, unë kum pa atë njeri të madhi i cili llogaritet si njeri i cili ka pas shëndet shumë fuqishëm, edhe mendor dhe intelektual dhe shpirtëror, megjithatë do shpesh e kam pa duke ecën për shkretin vet, e duke thur poezi për ta qetësuar shpirtin e vet. Kjo është normal në aspektin njerëzor. Shfaqet shpesh vëllezër si ankth, edhe si frikë dhe panik pa një arsye. Këto që po i përmendim i shfrytëzojnë sot nga padia këta të cilat mundohen njerëzit me pështim mishnosh, me të frynjën e tyre. Dhe më sani më e dini historie maratona, prej manipulimit dhe mashtrimit të cilat s'kan fund, Zoti na ruaj. Për këtë arsye ignoranca edhe zori kur të bëhen bashk, atëherë manipulimi i sigurt. Ti edhe s'di edhe ki zor. Atëherë sicili i ditë janë doktor për ty. Se ti s'e di, as di me dallu zorin
as di me e dallu doktorin edhe si të diçka çfaqet në skenë, normal se ka me kanë opcioni shumë i shpejt dhe ti s'ki me kalkulu shumë vetë ta hek zorin, ndërkohë që nuk di. Andaj ankthi sot është shumë i shfatshëm të njerëzit, trishtimi i pashpjegueshëm, ku njëri gjithçka i duket e rrezikshme, gjithçka është potencial mi bë dëm, gjithçka thotë se ky pse më tha këtë fjalë, pi asaj fjale degzon e ban një trung të madh, një pemë prej të qijave, e ti në fund thu, ai gabim ta ka thonë atë fjalë, se ka pas këtë ide që ti e ke bë. Kjo vëzër është çrregullim i shpirtit. Ku njeriu vazhdimisht ka ankth, ti nuk e njeh Zotin. Por gjithashtu do shohim se si e ka shëruar këtë problem vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra cilë vëzër, ku njeriu irritohet më një herë. Më një herë dhënohet. Më një herë zemrohet për gjithçka e pengon. Kjo argument se shpirti nuk ka i qetë. E nuk mund të për shembull njeriu më kanë çaç i ngacmueshëm dhe çaç let i provokueshëm. Nëse këtu nëse e shtim imanin në Allah, imanin me laç, imanin në librat e Zotit, imanin pejgamber, imanin ditën e ahiretit, besimi, mbështetja, sinqeriteti, eksumerat dhe një fjalë më njëherë, mos e pra këtë se ky i ndodh shpejt. Po këtë ki kallabollok çka ti beson, ku jet kjo? Por gjasë vëzër, kjo tregon se njeriu ka një iman të dobët. Dhe ka problem me durimin. Apo, pra kur është shpejt i irritueshëm, shpejt i zemrueshëm, më njëherë zemrohet. Kjo nuk është normale vëzër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ballavaçuar me gjëra të cilat sikur të zemroja me çdo ngacmim, as në kishte çup mesazhin vend. Asha si kanë thënë atina. Pa e ka te kaluar ata se ai ignorancë, inati, zili, armiqësia e kohës kështu me radh, i ka te kaluar ndaj Allahu xhashpesh thot a'rid anil jahilin. Kthej au shpinën xahilave, mos më xahilin. Paski smunësh ti me aty pin fillim me ie, pin a më ja shpjegoj ti, ai disa ignorant ti, kthej au shpinën Allah. Ai kur nëse do të mësohet në të vënë në të bëhet insa. Kjo vëzhgjohet prej gjërat të cilat shfaqen si simptome. Prej simptomeve dhe shenjave që shfaqen njeriu nuk ka shpirt të qetë. Nuk është komod me veten. Ajo që ka quhet në psikologji paqja me veten. I qetë me veten, an-nafsul mutma'inna, shpirti i qetë. Apo nuk është i durueshëm. Cila është prej simptomeve kur njeriu vëzër për asnjë gjë nuk ka interes. Apo i pavullnetshëm. A e bëjmë që ta edhe nëse e ban diçka pizorit, e ban pavullnet. Kjo tregon çfarë vëzër? Se i ka humb ajo domethënia e jetës, por çka më bëj? E kjo vëzër tregon se ka një bushllok, të lidhë njëra me tjetrën. Ky bushllok e bie pastaj këtë zbrastin të domethënieve në jetës. Për shembull, çka do që i propozohet, përgjigja negative. Ja, s'kam interes. Apo, dhe kjo shkon vëzër duke u ngushtuar derisa i bëhet shumë shtypje e madhe, saqë ka mundsi njeriu për shembull të përfundon gjërat të këqija sikur të janë vetvrasja e kështu me radhë. Gjithashtu vëzër, prej mendimeve që shfaqen tek njerëzit që kanë problem me durimin, me kuptimin e jetës, me mungesën e imanit e kështu me radhë, cila vëzër është kur njeriu vazhdimisht në kokën e tij ka një depo të mendimeve negative. Vazhdimisht, opcionet që janë nxjerr truni vazhdimisht janë të këqija. Dhe kjo është problemi vëzër. Kjo problem e leximit të Kuranit. A shumë interesant vëzër, se Kurani ka kërcënime të llojeve të vështira, megjithatë nuk krijon vezvese të keqe. Ti a sheh për shembull njerëz veç me lexuar ajetet e xhenemit. Apo me këshyr me matematikat e vezveselijës, ki ku ti lexoj këto ajete të xhenemit do të mund shmend. Ama jo. Kurani edhe të kërcënon, por nga ana tjetër të mbas stabil. Apo andaj ti e sheh se devotshmit nga sahabët e mandej edhe i kanë lexuar ajetet e xhenemit dhe janë kanë njerëz më të shëndetshëm në botë. Pse? Mendësisht. Por shkak se ky kërcënim vëllazër është i arsyeshëm. Dhe ky kërcënim është pasojë një shkakut, ku Allahu gjatë thotë heki këto shkaqe ti nuk he. Largoje kufrin, largoje mohimin, largoje gjunahin, largoje veprat që të idhnon Allah, nuk he këtu. Apo është kërcënim, po nta ka edhe arsye. Domthon, nuk kena më ushti keq atë ku të mund na grumbull, është kap. Jo. Allahu gjatë thotë uiddet lil kafirin, është bo hazër për pabesimtarët, për kriminalët, për mujrimin. Po kjo ka një kuptim. Dhe ti kur
e ndërton vetën si devotshëm me iman, me besim, pra vijnë ajete tjera dhe qetësojnë me shpresë kështu me radhë. Por këtë arsye vëllazër, nuk ka diçka e cila e nxit prej Kur'anit vezvesën e keqe të njëri. E kundërta, gjithçka në Kur'an nxit me mendu mirë, me mendu mirë. Madje edhe ajetet e xhenemit. Ajetet e xhenemit. Se për shembull ajetet e xhenemit vëllazër, bana e sop këtë krim çka tu dal tash në shesh, apo arkiva sekrete kështu me radhë. Dhe ti lexon në Kur'an se ka një xhenem. Shiko sa përshtatshëm lidhen tash. Se këto vëllezër veç xhenemi lan. Patjetër është me dal para një drejtësie, do të më dalë. A ketë me shku hoqa? Këto kanë hangë njerëzi, kanë abuzuar me fëmijë, kanë keqpërdor krijesën më të butë, më të qetë, më të pafajshme, edhe në fund me mumshel çashtu. Jo. Madje s'ka takat njeri me dënua çka më thon ai. Andaj në këtë rast bëhet prania e xhenemit flllat. Shqyrë ma që nga xhenemi. Alhamdulillah që nga xhenemi. Inshallah Allah s'na ban kur xhenemli. Ama duhet me kanë xhenemi vëllezër. Sepse njerëzit mos mu kanë ndëshkimi, shfrenohen. Wallahi njerëz mos mu kanë shfrenimi, mos mu kanë dënimi, shfrenohen. Ha? Apo a pishivni sa ka dalë janë të vëzit të na njerëzit ajo? A pishivni? 40-45. Apo i kanue senzorat të kama ma të forta se të kerrit. Për çka? Dënimi. A dënimi ka? Domthon, Safe City ka arriti me të binë ma shumë se sa ajeti Zotit në Kur'an. Nalo se ka zarm. Apo ama të na zarmi e eurove ama Iran ta gjek koletën, thot o gjo. O ti ki mu gjek tibe, o ti ki mu gjek koletën, thot të ka me ma gjek. O ka me të hinja i ti nshkron komplet. Për këta asyllë dhe shiko, mës me qenë dëshkimet, njëri shfrenohet. Andaj janë dëshkimet edhe të e shese, qyteti funksionon prej në Balkan bëhet Zvicër për 2 dit. Pse? Ndëshkimet, ja? Kur janë të arsyshme. Apo, a i thot, ti vozit ka dales do në nërkush. A që do mu qartë, edhe kjo në akhirat vëzër, edhe në etikën e moralit. Gjenemi nuk ka banshka të bashki me i në gjenem. Jo, nëse ban keq, atar ka në një alternativ. Po baj mirë, s'po hi këtu. Shiko vëzër, shumë qartë e janë gjërat. Andaj njëra prej simptomeve që shfasin të këta njerëzi janë vazhdimisht s'po moj, s'ja vlej, s'jam i qmushëm, s'jam i vlepshëm, e kështu më ra. Këto janë mendim vëzër negativ dhe cilat shpesher edhe kjo vëzër interpretohet dhe me interpretime fetare. Sumdo Allahi. A ki po zakonisht për shembull, nëse i mledhe njeri 3-4 huqje, shkon me blej diçka, ja huq. E blej një kërë, ja grithin. Shkon me nxjerrë një dokument, si del. Do me blej një shtëpi, ja blej që tërkush. E kështu më radhë, e nis një biznis, nuk i del. Këtu shejtani më njëri thot, nuk do Allah i tije. Kjo dhe zërë shumë problem. Se e menojnë mini herë, edhe këta e shprejë njerëzit, shka kam babe une, veç që shdu me mecë. Jo, kjo për shejtan. Kjo shejtani e të thonë tije. Kush tha tije se mini herë, këto njerëz da i të që menojnë Allah i gjelë gjelalu. Aja që 3-4 herë, nuk do. A ato të mirat, pa numër ta që i gëzon, a që ta runa Allahu lukëtin për çdo ditë. Pse s'po thu, që kam bëhën e mirë që zemra për ditë munon, që sinjt Allah i kam, që vesht Allah i kam, që shëndetën Allah i kam. Por këtë arsye nuk mos ta materializojmë qatë shumë raportin me Zotin, sa që një mungesë një materialit, shka bon, apo që gjunajve kam bo, ka dale. Kjo është mendim negativ për Allahun subhanahu wa taala, i cili duhet mu menaxhohet nëpërmjet ilaçeve të shpalljes. Tjetra cila vëzër, kur njeriu s'ka shpirt të qetë, apo s'ka shëndet mendor, si dush quje, apo s'ka durim, apo s'ka besim e kështu me radhë, shfaqet edhe në çfarë? Edhe në turbulencë, edhe vështirësi, edhe ngushtica në marrjen e vendimeve dhe në fokus, në përqendrim. Kur gjo se koncentron ata. Vjen xhami, del pazar me men. Shkon pazar me men, vjen xhami. Shkon atje me trup, vjen xhami me men. Shkon pun, men të shtëpia. Shkon shtëpi, men të puna. Del dikun tjetër, men të taj tjetri. Këso i thojnë defokusim. Nuk kemi një ven. Të shumë përqendru dhe zë. Allahu Gjellola ka kushzu kuftimin e Kur'anit me qka? Me përqendrim. Limen kana lahu qalb, au elqa as-sam', ai cili dëgjon me vesh mirë, ai cili ka zemër. Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu. Kur lexohet Kur'ani ngonë mirë, fokusohu, përqendrohu. Pse? Pa përqendrim s'ka mundsi. Andaj, shiko, njëra prej
shenjave që ka njeri mungesë të shëndetit mendor apo kozmuje mendore apo emocionale, si shfaqet edhe kjo kur gjithçka është e vështirë. Ç'është ja baj, çka t'ja baj e kështu me radhë. Dashoj pastaj si e ka trajtuar këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra dhe cila ku njeriu i bën mendimet e vështira, çfarë? Përsëritje, takrar. Edhe një herë, gjithë ditën mendon për një mendim të keq. Në vend që të bën diçka mirë, do ta shohim pastaj me lein Allahu te bareke wa taala. Tjetra vëzër, si shfaqet kjo në moral, në karakter, në sjellje, që njëri ka probleme me shëndetin mendor. E ka edhe në sjellje njëri karakterin e vet, ka probleme me menaxhimin e brendshëm, me cila pastaj manifestohet edhe në sjelljet e këqija. Për shembull vëzër, ka njerëz izolohen prej njerëzve. Veç vetërri. Dhe kjo, nëse shtrihet, pastaj krijon me ju ashpërsue. E nuk di pastaj çish mu, nëse ka njerëz për shembull, maksimum me një njeri mund me pas punë. Mi apru ati 3, janë istu një shka u bavla. Mi apru 10, desket. Se s'mujt, që ka kapacitetim jema me nejt me një njeri. Përsa e sheti përshimu se pak mi u zgjeru shoqëria me njerë e krasit me njerë. Nja, qaq. Pse ka problem, s'ka kapacitet shëndetit, shpirtit, me ka një qetë, me pas raportet ndryshme. Përshimu shiko dhe zër për nga meri sallallahu alaihi sallam. Ka pas kapacitet edhe me një me marë, po edhe me 10, edhe në fund me 120.000 sahabe. Me 120.000 sahabe. Për këtë arsye vëllezër, besimtari duhet me e përcjell këtë çrregullim të sjelljes së tij. Kur njeriu vëllezër për një herë ndryshon në sjellje, karakter. Kjo argumenton se ka probleme shëndetit mendor. Domthonë duket njëri këtë tamam, këtë rregull, për një herë bën sjellje që asnjë lidhje se kanë me as ka qenë njëri normal deri tash. Kjo çka të kallzon se ju ka prish shëndetin mendor. So shpirti çetaj. Andaj pasaj bëhet potenciali rrezikshëm. Dhe njerëzit për shembull nga sjelljet e dalta prej normales, pastaj e malltin komplet me këtë. Se thonë, "Ky mundet me kon 5 vjet i çeta, ma për një herë", dhe kjo vëzër kallzon se njeriu ka probleme me shëndetin mendor, so shpirti çet. Gjithashtu vëzër, prej problemit në karakter që shfaqet i mungesës së shëndetit dhe shpirtit të qetë dhe durimit dhe imanit, cila vëzër kur njeriu vazhdimisht i shmangët përgjithësisë vetës. Çka do të ban ky kursi ka fajat? Sa i ka që tërkush fajat? Që si ka shku shkolla i ka profesori fajat? Apo që s'ka mujt me bë testin mirë një xham çati si i çel, nikë një farftofti së ne bona. Kur nuk thot, unë s'dita be, unë jam ai. Një farftofti në xhami, ku e di do kundra sa herë pilon që tu po me qezin çane, kanë jar po timorin, kam çep sa vdit, sa herë, këtë hoxhën se dua të hoxhën, ollo, çdo me të bruti ollo. Gjithmonë kur dështon, aja ka bë. Kjo e gjenë vëzër, aj fajsimin e vetës, kur se ka opcion, apo, kur nuk e ka, për këtë pasoj, unë jam fajtori. Jo, gjithmonë. Është i gatshëm kanë do kohë me e fajsue, apo, është i gatshëm edhe vetë udhëzimin e vetë me e fajsu, vetëm këtë dale i la. Kjo është problemi shëndetit mendor. Se njëri thjesht, do të shka banë, nëse erzon të pahiri që ta, edhe pse e ban pakast, po erzon. E dikush thot, kush e pas karxuve kanë, apo, ti shpi mund të mendon pa hiri erzon një gotë. E derdhuin, qillim. Njeri më çka bën? Apo, thot, më fal, unë erzova. Po u lak qilimi, takshirmi sa që rregullon, po unë e laga. Unë nuk i mshova me kast. Njeri i cili ka probleme me shëndetin mendor. Fjala e parë çka i bë? Kush e ka lënë këta këtu? Kjo është problem me sjellje. Ki nuk e ka thot pse ashtu pse erzova unë. Kush e ka lënë këta këtu? Kjo që është shenja e parë, apo mos e lini më ujin këtu. Ajo ka mundsi në tavolinja kanë lënë përpara për me pi, aj ka mundsi vet para 5 minuta ka thonë lemani këtu. Aj e fashtot kush e lave këtë ujin? Apo aj i gatshëm çeshmën me këtë burim atje, me shkuat te burimi ku uji, pse vesh lëni uju? Se unë e keni shluj ujin, unë e musha, e kanë lënë këto, unë e derdha. A unë s'jam fajtori. Kjo vëzër është, kjo e tjerë dërë të kabili del, kisi ka fajet. E po dhëtë bite ademit ka këshje dhe të mirë, ki kur nuk ka i keq. Kjo vëzër është qëfar, kur njeri i ik dhe e shfajson vazhdimish vetë vetën. Do më në të e shep për të për njëzve në dialog, a i të qyre, pin fillim të dajna, ti e keq, unë jam i miri. A mund folti me qëta? A mund fol? Shki mund si me fol? Sikur këta të cilët vazhdimisht, po mundohen tani apo, me e shfaq islamin si fe e dhunës,
e keqe, e diktatit, e shtypjes. Pse? Që me mshel ma shpejt debatin. Se ti kur dush, kur thu kjo fe është e shpatës, duhet me njerë ka dale, këto duhet me trajtu mirë, se këto janë problem. E kur është fe argumenti, duhet me ngu. Për këtë arsye dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ardhur me fenë argumentit, jo me fenë e dhunës. 13 vjet pejgamberi sa asnjë fuqi se ka pas. Por e ka pas zemrën. Apo Islami të na vëzër, shiko, vazhdimisht po nxjerrim emisione këtu më radh, këta e kanë me dhunë, kanë bën neve musliman, neve shqiptarë kanë bën me dhunë. Po mirë. Dhuna apo sinonimi fuqisë, sinonimi shpatës, sinonimi i forcës. Islami kohë gjatë ka pas forcë. Sikur muslimanët e të gjitha kombeve që janë bërë muslimanë dhe kabileve, sikur t'i shinkan pre e shpatës, ne edhim se Islami t'i ka ra shpata. Sikur t'i shinkan të bëm musliman së beb shpatës, atë ditë që Islami t'i ka ra shpata, kishë ra dhe Islami, për ka ndodhe kundërta. E kundërta se sot musliman nuk kanë shpatë, nuk kanë fuqi. E dihet se të tjerë kanë shumë ma shumë fuqi dhe pak krahasimisht ma shumë fuqi. Mirë po, Islami s'ka të bëjë me këta. Islami është bindje e zemrës. La ikrahe fi din. S'ka dhunë në fetje pranon se pranon vetë. Pejgamberi mas të njerëz se ka thonë, a mund me pranon një histori dikon që i ka ndodhur pejgamberi sa më po diku të tjerë, e kanë marrë njëri zhak pranoi Islamin. A mund me pranon kështu? Zhak të ngrej. S'ki me pranon Islamin. Jo. Se mas pari kushti pranimit Islamit cila vetë dorëzimi. Shiko, çish mundet me kon fe e shpatës dhe e dhunës, kur kushti i hyrjes në ta është vetë dorëzimi, ti vetë dush më dorëzu. Që dorëzon dikush, që tenton dikush me diktat me të mos është Islam ajo. Se vjen ndesh me vetë dorëzimi dhe vetë nënshtrimi dhe sinqeriteti i brendshëm. Për këtë arsye vëllezër, njëra prej gjërave që shfaqen tek këta njerëz që vëllezër, është mangja përgjithësive. Ja unë se kam bëu valla. Ja unë si kam fal. Aj. Apo, edhe kjo vëllezër është domosdoshmë i kapitalet e vetë, do të shohim pastaj me kalimin e haditheve. Gjithashtu vëllezër, edhe për shenjave që shfaqen edhe më ekstreme, ku njerëzit fillojnë edhe konsumojnë barna. Barna qetësuese, kjo duket më e lehta. Ti më shkon në barnatore, te mjeku më thon si jam mirë, tak hapin, qetësoj. I hez disa orë. Më ekstrem se kjo është me kalu në raki, alkool. Më ekstrem se kjo është me morë lanë narkotike, të cilat janë mesatarisht apo. Dhe këtu vëllezër tash, megjithëse duhani e pini një numër i madh i muslimanëve, apo edhe pavarësisht debatit a është haram, mekruh, halal, nuk him aty, mirë po e dim një sen të sigurt, se ajo bëhet për t'i qetësu nervat. Argument, njëri thot, jo, Allah, unë veç për qef e pi. Hajë më zëbit djaf, a mu e kalli shpijen, e ti nuk e pi për qef ta. E ti shemur që merja djaf. A i shka e ban diçka për qef, për pikën e qefit. Ti për shemur, për qef, shka ban njeri? Për qef e hani torte. Se hani muj kur gjanë se gjenë. Apo, ama ki nuk e ka torte këtë. Ki e ka qëtësim nervash. Se me bo mi amor. Apo, du të me izolu këtë. Du të me izolu se do në problem. Për këtë asyë dhe zërë, kjo është tani mo del në ekstremitet. Kur fillon me pi barna, qëtësuse, apo rakia, apo cigarja, apo landët matrana, si barra të ndryshëm, apo edhe maran runa zot, landë narkotike, si ato zot janë të njohura. Për asyë kitë kjo dhe zëshfara, ka ik pini ankthit, ka ik kjo sjellje, kjo ka dalë mund sjelljen e tina, munohet në përmjet trupit, në përmjet shpirtit, vetëm me dalë nga stresi. Allahu na ruajt neve dhe familjet tona dhe vlatet tona. Gjithashtu vëllezër, shfaqet edhe në çrregullime fizike. Kjo shfaqet edhe në çrregullime fizike. Si shfaqet vëllezër në çrregullime fizike? Këtë këto simptome vëllezër, apo i keq përdorin këta të cilët tham dojnë me shnosh njëri me dy pshtima. Apo as të pshtin ka djatë dhe ka majta dhe që ti parët hec. Apo kjo manipulimi njërzor. Dhe na çuditemi me këto sekretet që ju dalin për ndërmorve, apo se kanë hangër njerëzi. Apo a mi hangër njerëzve parët halala. Mi shkel njerëzit. Për këtë arsye do të flasim na me lejnë Allahu te bareke ve teala ndonjëherë për këtë barazim, se ne jemi mësuar vëllezër me fajsu perëndimin dhe me shfajsu vetveten. Pra ato janë të këqit na të mirë, na mashallah. Nuk ka çështo vëllezër. Se dhe si të perëndimort, po ashtu të lindja. Se ka të perëndimort musliman që ti suni vën atina të thoni pi kulturës dhe edebit dhe dinjitetit që ka ai. Dhe nuk të mashtron e vranës të mashtron. Te na
Apo, të na qysh ndodh? Apo, ti thua, a i ka për një men 150.000 kilometra? Pasha Rabbul Alemin. Apo, kompjuterit tak, kompjuterit thot 650.000 ka Allah. Ku met Rabbul Alemini? Po këta syje të na, jo e psteni ka dosh sekret. O Allah, dhe të na e në të hangër mish, janë të hangër për të gjallë. Veç mësu smufsh, veç mësu bafsh për të ta. Se mësane tje, dhe ma që ka të gjenë, runa Zot. Kjo, fatkecisht, të mjekësia, e mos folmi ma të tjerë. Apo, du të me pas një kalabalëk, dhe po pare, për me mujtë mushnosh, runa Zot. A dhe vëzër, shiko, kjo kalon edhe në fizik. Mirë po, qysh kalon fizik, vëzër, kur çrregullohet njeriu dhe ka probleme që shëndetin mendor. Zakonisht gjëja e parë që shfaqet vëzër, çrregullimi i gjumit. Çrregullohet njeriu në gjumë. Apo, pse njeriu s'e flet? Se ka një barr. Se le me flet ajo. Nuk e le me flet. Dhe kjo barr, varësisht sa është e madhe, edhe e shkakton probleme. Pastaj, kjo pagjumësi kalon në problem pastaj kur qohet. Sa ai që ngopet me gjumë, apo pejgambert të Zotit vëzër janë ngop me gjumë. Kanë flet sa duhet, pastaj normal kanë fal natën, po ka flet. Pejgamberi alayhis salam flente, mirë po pejgamberi mas namazit të yacies, minjëherë binde me flet, alayhis salam. Dhe ka thënë hadith, që nuk i takon një muslimanit. Nuk është e preferuar. Apo dietarët kanë trajtuar si mekruh. Përveç se njeriu ka një angazhim fetar, apo një angazhim familjar, apo një detyrim. Për ndryshe për shembull e kanë ndaluar që njeriu për çfarë? Sepse atë çka duhet me plotësu me gjumë për ta kompenzuar pasaj me vepra të mira, kjo e kompenzon me çka? Kjo e mushket një herë me neje, pastaj kur të vjen e harxhon kohën e gjumit, pastaj ajo koha që duhet mu zhvillu ki fle. Dhe pastaj këtu kit shkon zinxhiri nga e prapa. Andaj ti gjen shumë për njerëz se këta e manifestojnë me probleme të gjumit. Gjithashtu vëzër, janë të lodhur vazhdimisht. Apo kronika e ti, vazhdimësia e ti, vazhdimisht i lodh. S'jam të mujt diçka. Kur gjon s'ka asnjëherë sa të mujt diçka. Kjo vëzër të ka thënë se ka një problem shumë serioz, sidomos me shpirtin e qetë dhe me shëndetin mendor. Pastaj vëzër kalon kjo edhe në simptome fizike, sikur që janë dhimbja e vazhdueshme e kokës, me kusht që mos të ketë shpjegim mjekësor. Nëse mjeku i thot ti je i shnosh si molla, a këti sinalet koka, ki ka problem me shëndetin mendor. Ka një ngarkesë të cilën mjeku nuk e shef, po kjo e ka ata. Dhe pastaj normal këto shkapshtin e din i rinë hazret, unë e di vëlla. Atë ka thonë ti mjeku, po unë e di vëlla. Apo merre këtë mjaltin edhe i lej parë ta gjë e di ti. E kështu me radhë, runa Zot. Çish shfaqet vëllazër? Shfaqet për shembull dhimbje koke, dhimbje stomaku, apo edhe tensione të muskulaturës. Apo mu drejt pak çu tut diçka, apo vrimlla, ka dalë me vëlla. Ka një njeri një ankth, ka një shqetësim, ka dalë takshin me shakaki. Apo jo, unë kam i frinje, ka dalë ka mos u gut. Apo te na vëzër çka probleme. Me njëherë një simptom shfaqet, me njëherë ky vjen ky doktori Hazaro. Ku bën vëlla ti doktor, çka u bën me ti? Çka u bën me njerëzit vëllazër? Me njëherë, më livriti pak sini. Më livriti pak që të veshi, shkova te doktori, thash mos kam kancer. Pse ndodh kjo vëllazër? Sepse nuk e din se kjo i vjen pim baza që problemi i shëndetit mendor. Nga shpirti i qetë i cili ka filluar mu shqetësue. Mungesa e durimit, mungesa e njohjes Zotit xhel xhelal. Ekso mara. Edhe çfarë kur njeriu manifeston fizikisht simptome dhe shenja të problemeve të shëndetit mendor, cila vëzër është kur njeriu çrregullohet në mënyrën e ushqimit. Mënyrën e ushqimit. Kjo vëzë ndodh me dy ekstreme. Apo, çish ndodh kur njeriu ka probleme shëndetin mendor, zakonisht ose e tepron në haje, së ngjihet, pra munohet nëpërmjet hajes me e qetësu këtë shqetësim alarm shka e ka të brendshëm, disa të njerëzve kështu e manifestojnë dhe disa prej të tjerëve me abstenim, sabuk. Ja hu poreksin komplet. E grym ajo e mbrendshmja dhe shtypja e mbrendshme, edhe kjo manifestohet sabuk. Pastaj kur sabuk natyrshëm çka bëhet njeri? A bie zaift. Kur bie zaift, shejtani thotë ti pse ke rënë zaift? Se ti keni smuje. Ajo smuje, mos ani romani, mo ka është i pafundshëm. Monologi mo nuk nalet.
këtë të vëzër dhe të tjera prej gjërave të cilat i ka përmend dietar në librat e tyre, çfarë kanë thënë? Kanë thënë janë manifestime të një problemi i cili quhet problemi me durimin, problemi me besimin në qader, problemi i një shpirti të qetë i cili fillon dhe shqetësohet. Andaj se ka trajtu vëzër këta pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, do ta shohim me lenin Allahu te bareke ve teala në 40 hadithe, të cilat i kanë grumbulluar disa prej dietarëve të muslimanëve, të cilat kanë të bëjnë me shërimin e këtij problemi. Por njeriu vëzër një herë duhet të kthejë te shpallja. Dhe ne vëzër gjithmonë kemi thënë, kthimi te shpallja, kthimi te feja, kthimi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet e tij, nuk mohon asnjëherë kthimin te profesionistët të cilët janë të një fushë. Kjo nuk i bë mos me shku në doktor. Kjo nuk i bë që mos me e njoft edhe psikologjin, nuk i bë mos me njoft edhe psikiatrin, nuk i bën që mos me njoft as fizikun e njerit. Duhet me njoft këtë të gjitha. Mirë, po këtë kjo vëzër duhet me qenë nën hijen e shpalljes, sepse ai Zot i cili e ka mundsuar mësimin e mjekësisë për studimin e trupit, na po flasmi për shpalljen, për fjalën e atij i cili ka kriju trupin. Ai ka kriju trupin, ai e din. Apo, kështu vëzër, mëna kështu. Pe supozojmë një firmë e cila ka prodhu makinën. E ka prodhu makinën. Merë Gjermania. E ka prodhu një makinë, një veturë. Edhe ti e ke marrë veturën. E ka një problem vetura, e çon te automekaniku. Lidhes ka ai me Gjermaninë me firmën. Apo, e ka mësuar si zanat, apo. Dhe supozoj kështu. Ti e qënë të mjeku, të automekaniku, veturën tane për ta rregullu problemin. Edhe ai thot kështu. Ndërkohë që firma që e ka prodhu thot jo, s'është problemi. Tash për shembull tera që shtojnë, ku dive ai? Ai shprehto, e di unë thot. O, e ka prodhu, o, insan. A e kupton na çfarë problemi kena me këta njerëz? E ka plot çështu, po leve do çka thot Gjermani, unë e di thot ç'do problem. Ai thot po nuk ka këtë problem, se na e kena prodhu aty. Na be e kena montu pi hiçit, i kena mbledh mjetet edhe i kena ngjit. Kjo çështu funksionon. Jo, ki e di më mirë. E di më mirë. E tani vëzër dalmi të shpallja. Allahu ja ka kriju insanin. Edhe tash për shembull vjen dikush që thot kjo çështu zgjidhet. Ndërkohë që shpallja ka, jo çështu nuk ka. E tash tu njerëzit kanë probleme. Se do thot ka thonë çështu, po ba ai ka kriju këtë punë, do thot jo. Nuk ka çështu. Njerëzit thonë ta gjej lumturinë, qetësinë, çtu. Allah thot jo, kella, kurse si sot aty. Nuk ka aty. E nuk mundesh ti dikun me gjet një diçka që nuk është lënë aty. Aty lipet ka thonë, apo, ai ki do lipin altan apo duke dunjoja. Çtu ka, me aparata ecin. Duke që të rëtoka, lip aty, lip këtu. O insan, s'ta ka lënë ti altanin çashtu kurgush. Mirë po ja, dikush normal e mbulon pa aftësinë vet me kësi gjëra. Kthehemi te fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu te bareke ve taala fillimisht në Kur'an, tibyanan likulli shay. Kur'ani është sqarim për çdo send. Mirë po këtë sqarim vëzër, ky sqarim është i përgjithshëm, normal që duhet me detalizuar. Njëra prej detaleve të shpalljes është edhe vetë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e parë vëzër, që do të ndalemi me ta, është hadithi të cilin mund ta titullojmë si imani dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala, edhe pse ne jemi në çështjen e durimit dhe rregullimit të problemeve nëpërmjet durimit. Hadithi i parë vëzër, hadithi që ka dhënë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu në sunenet e tyre në Musnad, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, ka thënë, thot Ibn Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqal. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu, një ditë prej ditëve isha pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më tha, ya ghulamu inni uallimuka kalimatin. Tha, o ti djalosh, tha, unë do t'i mësoj ty disa fjalë. Ihfadhillaha yahfadhka. Ruaje Allahun, Allahu të ruan ty. Thot, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Ruaj Allahun, do t'a gjesh gjithmonë para vetes. Idha sa'alta fas'alillah. Nëse kërko prej Allahut. Wa idha sta'anta fasta'in billah. E nëse kërkon ndihmë, kërko prej Allahut. Wa'lam, dhe dije, أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Thot dhe dije, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam Ibn Abbasit, dije se gjithë ummeti sikur të mblidheshin për të bërë dobi diçka, me një diçka të vogël,
nuk kanë mundësi me ta sjell atë dobi pos nëse Allahu ta ka shkruajtur ty ata. Pas e ka thënë: "Walau ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in", nëse krejt bashk mblidhen që të dëmtojnë diçka dhe të bëjnë zarar, nuk kanë mundësi me të bëjë zarar pos nëse Allahu e ka shkruajtur paraprakisht këtë dëm për tyje. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam në fund, lapsat janë ngritur dhe fletat janë tha. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me hadithin e parë me të cilin pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka shëruar këtë ndërlikim me këtë këto simptome të sot i përmendëm. Gjëja e parë vetë çfarë i ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam: "Ya ghulamu, ya ghulamu", thirrja vëllezër e qetë, thirrja e mirë, thirrja me emra përkthjelës, është çelësi i debatit, është çelësi i mësimit. Apo, për këtë arsye vëllezër, Allahu subhanahu wa taala edhe kur i zbrat ngarkesat sheriatike, i zbrat me emra të mirë: "Ya ayyuhalladhina amanu", "Ya ayyuhal insanu", "Ya ayyuhan nasu". Apo, edhe pse në Kur'an vëllezër vjen shembulli me, figurativisht, me një kafshë të keqe, por thirrja s'bëhet kur ashtu. Thirrja s'bëhet kur ashtu. Për shembull, Allahu gjela kur i qorton jehudit se nuk e kanë zbatue urdhin e Zotit në Tevrat, thot: "Mathaluhum kamathalil himari", shembulli i tyre është sikur shembulli i magarit, i gomarit, i cili bart libra po se di çka ka në ta. Apo si di çka ka në ta. Dhe është një hoxhi Maghribit i Marokos, i cili është i njohur për dijen e tij të madhe, zakonisht dietarët njihen për libra kështu më radh, edhe vjen një njeri don mi azon kokën pa hoxhës. Thotë hoxha ajetin e Kur'an: "Mathaluhum kamathalil himari", shembulli i tyre është si shembulli i gomarit. Të dosh mi aqit hoxhës se ti vesh libra kia ama, apo edhe i ka thonë hoxha kështu: "Më mirë gomar me libra se sa veç gomar." E disa njerëz çështu më thonë. Po çka i bën të bivesh libra? Po ai Kur'an ka thënë si gomari, po gomar me libra më mirë se veç gomar. Po rom libra bon. Nëse si ban do bibla, çka bëj çaj gomari, çka bëj ke libra? O ti veç gomarit. Po këtë asoj, kjo është vetëm supozimisht për ta kthy xhevabin me xhevab. Mirë, po këshira Kur'ani e përdor këta, apo kemethalil kelb, sikur shembulli i qenit. Mirë, po nuk ka ja ajo el himar. S'ka otim gomar, s'ka në Kur'an. O qenë, s'ka. Pse o vëzër? Sepse nuk synohet, sepse nga shembulli synohet vedia. Nuk ka thirrje. A ka thirrje? Allahu shpeshar e thirr pa besimtarë: "Ja ju el insan", o ti insan. "Ja ju el nas", o ju njerëz. Apo ngritja: "Ja ju el ladhina amanu", o ju të keni besuar. Kjo është shkolla më e lartë e ngritjes. "Ja ju el nabiyyu", o ti pejgamber. Në rregull. Gjenë Kur'an: "O qenë", "O gomar". I dini njerëz, pastaj qyshe e vrasojnë edhe më tepër. Pse o vëllezër? Sepse kur ti do mi këshillu dikan, apo e keni patë njerëzit: "O gomar, merr vesh". Po çish merr me vesh gomarit? A kupton me njerëz çka bën vëllezër? Kjo vëllezër nis në familje, pastaj normal degradon deri në suretat më të këqija në Facebook. Apo e kështu me radhë. Shikoj vëllezër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është el muallim el akbar, mësuesi më i mirë dhe më i madh për njerëzve, alaihi salatu wassalam, i cili i thot Ibn Abbasit, ka qenë fëmijë vëllezër, ka thënë: "Ja ghulamu", o djalosh, kjo përkthejë vëllezër. Ghulam e përdor në arab kur dojnë me e përkthejë dika. O djalosh, pse? T'ja shtrinje terrenin për të nguë. Edhe ne vëllezër, gjëja e parë që duhet është që në bisedat tona, në thirrjet tona, qoftë pranuese, qoftë që i japim, duhet njerëzve me i thirr me emra të mirë. Apo, edhe duhet njeriu me i përdor ato gjëra të cilat i ka pozitive të ai, për t'ja rregullu këto që i ka gabime. E jo me e thirr me ato të gabimeve për me ja hek, apo. Nuk mund me kështu, me thënë. Për shembull vëllezër, nëse njëri piraki, e ti do me ndal pirakijës, a kishe mujtë me thonë: "O pianec nalo"? Ja, nuk e do. Po i thu për shembull ti e ki dosta, diçka, thua dost nuk ta kombe me piraki, ta merr menën apo duke ja rujt integritetin, se ti nëse e degradon atë,
Nuk më dëgjon më. Rësujë dhe shiko, metoda Kur'anit është shumë interesant se si i thirr njerëzit për ta pranuar thirrjen e Zotit te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, o djalosh, inni uallimuka kalimatin. Unë do t'i mësoj ty disa fjalë. Uallimuka kalimatin. Do t'i mësoj ty disa prej fjalëve. Gjëja e parë që ka nevojë njeriu kur është problem me shëndet mendor, me problem durimi, me problem shpirtit që i cila i duhet një mësues. Inni uallimuke, unë do të mësoj ty. Inni uallimuke, unë do të mësoj ty një varg fjalësh. Për çfarë arsye vëllazër? Sepse njeriu vëllazër kur është në problem, kur është në ankth, është i shtyp dhe bën kështu fizikisht. Nëse njeriu ka ankth dhe ka shqetësim, turbulencë, ka problem, bane këta fizikisht, i ka njëri një 7-8 gurzit të mdoj të lidh me zinxhir në qafë. Apo edhe ti për shembull ke shku ati mi fol, apo edhe mundesh mi hek gurzit. Ai shkon e ndershme mi thon, ngon pak se du me të fol diçka. Edhe ai ulet, ama e ranojnë gurzit. Ti i fol për shembull jeta, du të me vrapue, du të me punue. Çka të kishton sa në parë? A mi hek veç pak gurzit? Nuk mu i bet ngu, veç pak hek mi gurzit. Apo, hek ma pak. Nëse ti dikush ta za kamën me tavolin, e ti thu, te ke nu dorën në tavolin, apo, ti e shese ja ke zonë kamën, apo, prit të asosi muhabetin më sane e ke, ja, kada. Shka këtu shka me sos muhabetin ti, se ti mundesh me folë disa hatë. Hek e vlo njerë tavolinën, hek ma kamën, lira ma kamën, mos anë i folmi. Apo, kjo vezërin gjanë fizikisht, qështu janë edhe presionet e jetës. Aja i ngarkum, ki i folë. Kujti ti folë? Me e morë një të verbër dhe me e nëzirë karshidetit. Që? E gjelbër, dile, këshu samir, apo? Qka? Nuk shem të pakur gjallë. Njëri ju vezër kur ngarkohet nuk shem, apo? Qa ti ka këpust, thot, kush mi ka morë këpust? E ka lapsin dorë, apo? Njërës thonë, njëri nuk shem e sin. Po kjo është problem, i shëndetit me ndorë. Po njëri e paracet sini, ama me mene e lezon, apo? Po këta sy vëzër, ki po njëri kur do me mendu pak ma fallim shilësit, se i bojnë problem, se o shtypje kjo. Por këta syje dhe zër, njeri unë du të me shkarku një herë, me e shkarku nga barrat, pastaj, ka një transmetim nga Aliu radhiyallahu anhu, i cili ka thanë, mbushja njeri unë njerë barkun me buk, mësa një folli. A i unë, ti i folë për projekte. I folë ti për projekte, e thot, a pan veç hajna buk dikon një laze, shem të pa une. Po këta syje dhe zër, njëzë që shtu i në gjanë, shpesh herë, thot veç që të sonën njerë dhe. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shumicat e rasteve kur është ardh problem fiziku dhe shpirtëri, çfarë ka thonë? Ngopi fizikun njerë, ha bukun njerë. Pse? Nuk nin. Shemo pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam e shpjeguan te çështja e dallimit të vërtetës dhe folsit, fjala dhe folsi. Kur i tha Sa'd ibn Waqqas radhiyallahu ya Rasulullah, këto pasurit kush pishpëndan? Pse po ja jap dove që janë meritor sa a disa që janë meritor bile? Çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po këto s'kan problem, këto kanë iman, këto i qet. Kë di Allahin e di pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e di ahiretin. Ki ka problem, ki ka ngarkesë. Ki pejgamberi faktikisht e ka ditë që barra e tij është pasuria. E ka këshira i devën, e ka thënë me madhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai di çfarë besimtari isha bëhe. Pejgamberi ka ditë që ç'ket monologat e bë me veten. Edhe ka thënë devën. Edhe normal, elhamdulillah. Ma hek e gurin pi shpinës tash fol. Ka thon ky çetri Ebu Bekri, s'ka shka nevojë me hek, se ki nuk ka i asaj derexhe me hek, me ia dhon devën. Ki e jap devën. Ki e jap vetun, s'kam ti çka më dhon. Po këta sjellë kur ti e shef se dikush është i ngarkum, gjëja e parë shkarkon. Andaj shiko, inni uallimuka, unë të mësoj tyje. Unë të mësoj ti, për këta sjellë ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, unë për umetin jam si pozita e babës, i cili të mëson, ama të largon barrën. Të largon barën. Pastaj ka thënë kelimatin, fjalë. A është vëzër ilaçi me fjalë? Po, edhe ilaçi është me fjalë. Gjysma e suksesit të doktorit me pacientin cila nëse mirën jarë vesh me fjalë. Apo gjëja e bardhë më morë vesh me fjalë. Diku shkon te doktori, nuk një du me bani një marrëveshje e cila nuk diskutohet mes tij dhe atij. Cila është ajo? I jeti pacient, ki shku te doktori. Para se me mëri të ilaçi, njerë du të mi da dhe gjëra. Cila është ajo? Cili o doktori, cili o pacienti? Dhe plot e përzin. Shkon të doktori, dhe po, ama doktor, nuk ka, ka. Ta dajnë njerë këtë punë. Unë jam doktori, ti e pacienti. Pa e dokta, këtu plot njerëz e kam problem. Po, ama ti pse ma ke shkrujt mu këta në 8 saat, se unë janë do 12 saat.
Unë jam doktori, ti je pacienti. Kjo vëzër kur nuk dohet bëhet problem. Edhe kjo vëzër vlen edhe në profesorllëk, edhe në inxhinieri, edhe në hoxhallëk. Apo, ka dalë njerë të donë, a ti e hoxha, a unë jam hoxha. Ndaje ti, me cilin dush hoxh, me cilin dush hoxh. Ndaje njerë, shkon që martëlia të hoxha. Pse kështu, me fjalë njerë të ndajmë. Nuk mund është ti me më folë mu si hoxh, a këtë tjetëri e hoxha. Ti shkon doktorit e mi thonë, ku marrë me të shkujt do hapa. Shajtë të vabe vëlla. Shkaz më ose njerëz janë të prit me mor hapa. Ja ku marrë me të shkujt një recept. Ja kështu pojnë plot me njerëzve. Ku marrë me të shkujt do gjonin. Shkë ki shkujt be vëlla. Mos i ka arru hapat me pi realisht që për këtë arsye duhet kelimet me nda me Allah. Prit një herë ta dajmë në terren. Terreni i cili o. M'fal. Ti a keve të prit jashtë në rën po. Ku ki? No, ai di, mos ki humb hapësir. Doktor ki ardh. Doktori jam unë. Ngo këtu. Dhe ka thonë, ja gulam, inni u allimu ke kelimet. Ti ki me mësu, unë e ka me të dha mësimin. Ti këshin thonë, për nga mberit alej, e na ja Rasulullah, kur gjansën mësojnë atia. A ki pa do, pa kur gjanë hoxhës mësmi thonë, a ish asdia. E kjo pa, dojnë mësme pranu këta njerë. Do ki pacienti me dorë ka doktori, doktor, ditë si pa ti, laj pak ploqa që tu. Pa, nuk ka puna vesh ti me nejtë këtu, apo? Dhe kur t'ja nisën nga kështu dhe zë, qka bohat mo? Qa bohat mo? Bohat që kjo shka të ndodhë të na. Që ki kja mejti që të ndodhë? Që kjo dhe zë? Se nuk e dim nështë, shkrush nga doktorit cëllë nga pacienti, cëllë janë nëzansi që nga profesori. Sa shpesh nga ka ndodhë nga për shkolla, ty shkon, nëzansi ati u ka ullë të profesori. Profesori rinë kam. Apo, se ku me ditë farbabe koki. E tash që tu, a në regullë jo? Apo, në një prej botave, kur thash, jo veç përëndimit për lindja, në lindje, një për problematikëve të rendit shkollor, apo, e kanë ndëshku në zanësit profesorin. Apo, i kanë thanë, rrim me një kam, që anë e këtheu kamuri, mës të këshirë neve. Ja, në zanësat. Apo, për këtë asyllë dhe ka thanë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, se zbët kiameti pa u shregullu mirë dunjaja. Allah në rrujt nga shregullim, ja Rabbul Alamin. Dhe në rrujt nga ata të cilët në emër të rregullimit të shregullojnë edhe ma tepër. Thëllë pa hape se sa problem pak në të bëhat edhe profi pak të zash, letisht në të bëhat pak ma social, mos të mbaja atë elitën edhe vetë sa. A kuptën dhe njëzë i qka bëjnë dhe zë? Pa ashtë ashtë edhe hoxha edhe a i gjemat funi funit. A e kuptën dhe zë shfar prishe bëjnë këto? To dëshirojnë mi nda kështu. Për këta si dhe zë, para kiametit njës ka me pretendu zot. Supermeni Nietzsches, Supermeni, apo? Njeriu super, njeriu i gjigant, njeriu cili diket. Për këtë arsye shiko çka i tha pejgamberi alayhis salam, o djalosh, unë do t'i mësoj ti disa fjalë. E fjala vëzër ka ndikim shumë të fortë në mendjen e njeriu. Apo, njeriu vëzër është mas shumë ti që i përgjigjet fjalës. Ha, i përgjigjet fjalës. Për me e pi pacienti recetën, non hapat në recetë, ilaçin, ha, duhet me ngu njerë doktorin në 8 orë, para buke, pas buke, emrin e barnës e kështu me radhë. Kitë të bënë me fjalë. Procedura e fundit është me e fut barnën në gojë. Procedura e fundit është. Edhe ti mos ki, ti realisht mos ki ndorë kur gjo. Apo, mirë për vëzër, edhe mas i ta pish barnën, a duhet, a ka efekt fjala, po ka efekt. Kur ti e i bindur se me izën e Allahut, kjo është sebet mush në oshtin. Apo, para më ti e pi barnën, edhe thue, po jo pëse do unës ndikon, si me pi, si mës me pi, po hajt e pi. Kjo është problem. Kjo është problem. Dhe duhet me pas mendim të mirë për Allahu subhanahu wa ta'ala, se Zoti ka caktuar sebebe. Për këtë arsye i ka thënë inni uallimuka kelimat, unë do t'i mësoj disa fjalë. Fjala vëzën Kur'an ka peshë të madhe, se vetë Kur'ani o fjalë. Kur'ani është fjalë. A vëzër plot për njerëzve nuk din të dallojnë me zërit dhe fjalës. Zani o diçka tjetër, fjala o diçka tjetër. Për këtë arsye ne besojmë se Kur'ani është fjala e Allahut. Recitimi i recituesit dhe zani i recituesit është e ti, e krijesës. Për shembull ti e lexon një imam të lexuar Kur'an. S'të pëlqen zani i tij, po s'guxon mos të pëlqej fjala që ka të lexuar. S'pëlqen. E thirr dikush e zanin, e ka zanin e keq. Apo se ki njerëz nuk e ka zanat e mirë, dikush mund me trishtuar. Ti thua la, hiç më së dirti. Se jo, e zani është shumë i mirë. E zani ja fjalë, me mohu e zanin del bifeje. Ama ti jo më thirr.
Dhe tu du të me daluve me zanit dhe fjallës. Dhe plot për njerëzve këtë thotë, s'ma do zanin, po ti se do Kur'anin. Po ti qaferi, o Allah, unë e kom ditë tabi, o ka dale, o Allah, mos u gut, zanin se do të dasht. Kjo do Kur'anin. Ne e besojmë Kur'anin. Dikush dhe me lexu. Apo, a është njësoj si kur lexon ai i cili realizon me tajwid dhe ka zonë të mirë, ka zonë kumbus, ka zonë të butë dhe ta prek zemrën. Kjo normal, për gadasio ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, zbukuroni zërat e juve në leximin e Kur'anit. Kur'ani ndryshon vëllazër, prap çaja. Ti mundesh me lexu Kur'anin pa zë, e merr veç me si. Elhamdulillahi rabbil, nuk nxjerr zë hiç. Çka i të lexu? Fjalë. Fjalë, por nuk i shpreh ato. Nuk i nxjerr në zë, në tingull. Po këtë arsye, fjala vëllazër ka peshë të madhe në Kur'an. Se Kur'ani jo fjalë. Allahu me fjale ka rregullu njerëzimin. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, fjala par. Fjala e par e zbritur në Kur'an. Pa këtë arsye, nëse e marrim tash e degëzojmë ose e hulumtojmë për fjalën Kur'an, do ta shohim se fjala ka shumë dikim. Dhe kemi përmendur vëllezër se në një prej vendeve në botën afrikane ka disa prej popujve nuk kanë në fjalorët e tyre çdo detaj të ngjyrave. Dhe fjala ndikon. Për shembull, një prej popujve ju mungon për shembull dallimi në fjalor. Në mes gjelbër edhe kaltër. E kanë një fjalë për të dijat. Dhe tek ata edhe syni ja u lexon një. Si e gjelbërta, si e kaltërta. Pse? Sepse po ato janë ashtu janë gata, apo e gjelbërt edhe e kaltërt. Nëse e hollojmë nuancën, ato shkojnë duke u njësu, duken sikur nga apo? E tani vëzë, çka e bën dallimin kur ti në fjalorin tan, perceptorin tan thu ka gjelbër dhe ka kaltërt. Apo, nëse afrojmë gjelbërtën dhe të kaltërtën shumë nga dhe fjalori jot nuk një pos për shembull fjalën e kaltërt. Apo, edhe ti nxjerrin tu ngjyrat. Ti thu çka është e kaltërt? Kjo e kaltërt. Për shembull ai thot, po kjo është një ngjyrë tjetër. Po thot tamam dhe e kaltërt. Dhe kjo është bëu vëzër, është bëu test. Ai shka s'ka në fjalën e vet diçka e cila e ndon këta peksajna, apo asoj ati i duke njësoj. Pikrish kjo është dallimi pse Zoti ka zbrit Kur'anin në arabisht. Sepse ka prej hollave dhe gjërave finesa, çat delikate që janë, veç gjuhë arabe ka nda, ka thonë ç'kjo nuk ka ç'kjo. Ç'kjo nuk është ç'kjo. Në gjuhë të tjera, nga mungesa e fjalorit, nga mungesa e detaleve, çka ka thonë, po kjo njësoja, jo nuk ka njësoj. E nuk ka njësoj. Andaj ti e sheh për shembull se gjuhët të cilët kanë, për shembull, gjuhë të pasur kanë filozofa, kanë studiues të fortë. Gjuhët e varfra se kanë të njëjtë. Për çfarë arsye? Sepse gjuha ja mundson. Apo gjuha, për shembull, marrën një varg filozofa, janë gjerman. Pse janë gjerman? Se fjalori i tyre është i pasur, ka detale shumë. Dhe këto detale e mundsojnë kur ai e merr të kjo nuk është kjo. Kjo dhe fillon me hije në detale, apo? E tash për shembull, çe merr kështu. Një njeri për shembull s'ka mësuar diçka prej landeve fizike, apo dhe nuk i njeh termet. Për shembull dëgjon fjalën atom, neutron, proton. Çfarë folë thotë, çka ato? Me ditë perceptimi me ta nxjerr, apo sikur për shembull mikrofon, tavolin, tas, telefon, laps, ti thua që rregull, diçka i të fol, apo? Kur shtohen detalet, nëse nuk ki perceptor i cili kthehet në fjalor, ti nuk mund ta dallosh këta. Po këta si vëzë fjala ndikon shumë në trunin e njerit. Andaj ti e shah për shembull vëzër se ai i cili e dëgjon një fjalë të keqe dhe nuk ka perceptor për mrena, për imanit, për besimit, për durimit, apo për shëndetit mendor, për shpirtit të qetë, i cili kur e pranon këtë fjalë e trej dhe prap pozitivisht me e kthie, apo ajo i bëhet hel. Ama për shembull kur ti e ki anti-helmin mrena, për shembull e ki thu, po ki ignorantave që është të fol. Min njëherë anti-toksikin e ki. Pse mu lodhë, po kisë diçka fol, apo. Për shembull merr kështu. Njëri cili për shembull e merr një fjalë të keqe pi një çmendurit. Ama këtë ma hallë e din se kisa normal. Edhe për shembull udhës, ai mundohet ose të bën ndonjë gjest të keq apo atë. Mirë po thu po, ma se gjona, po kisa tamam. Apo ki nuk ka të man. A i dhënosh, njëni shka se një, a i mund me mor hoftë, që më tabe ki. Apo, ama i shka e di thot, budalla. Budalla.
Apo, kadal ti për shembull, e shati një fjalë të thu, po ti ignorant, për shembull, më para mëzor, kur e kanë gjujt me guri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se ka çetsu vetën, innahum la ya'lamun. Këta s'din. Këto me ditë që janë pejgamber. Me ditë se kush më ka dërguar mua, tu shumë gjej me guri. Po këtu se din kush më ka dërguar, ose din pozitën, dhe janë xahila. Me ka thënë Allah fali, se s'din. Fali, se s'din. Po këta që kjo vëzë bëhet me fjalë. Sepse në fjalorin e njerëzimit kemi i meqëm, shumë i meqëm, gjeni, apo ekshumëra. Kemi në fjallor ka ana tjetër, apo i qmendur, të veqel, mendjetrash, apo budal të komplet, i marë dëmon, ja ka marë menën këtë, s'ka men kjo, apo. Dhe kjo vëzër e bën dalimin pastaj të në trajtim, apo. Andaj përshimë, mosë një të thu, që këtë laf, e tha ki meqëm, ja ki budala. Ti të përshimë, jo ki budala. A më falë, tamam. Thash mësë më ka thonë ki meqëm, jam keq me më thonë që më ka thonë ki budala, tamam. Nëse përshimë, 20 budala më ledhë me thonë, ti je si na. Do thonë, shumit, demokraci. Dush më thonë, edhe unë jam si ju, Allah. Me kala do 50, përshimë i qojnë dorë, 51. Shpallë nga budala. A po është budala? Jo, mërë me qojnë i dure 500.000. Nuk jam. Qka e banë? Jam vëdishëm unë se s'jam qashtu. Inni u allimu ke kelimet. Unë e po t'imsoj fjallët. Nëse din me dalu fjallën, tjerat janë. Shiko dhe zërë, për me nis, apo tash bota është në ankth, a ka me kris lufta e tretë botërore? Ajo. Do i din ketë, e dini po. Do i din ketë, me data i din kretë. E di thot unë ketë që ka më ndodhë. Kur si ndodhë nuk ka problem. I pritja 500 vetë më sanet i dale teoria. Në regull, mirë dhe zërë, qish mundet mu shmang ose mos mu shmang lufta, apo mundëzit? Kelimet, se dim ato shka du të me ndesë, shka jenë të folë. Nëse mirën vesh me fjallë, shtinjët. Që së mirën vesh me fjallë, a e kupton fjallë dhe zërë shka të farpeshe ka? Që nuk mirën vesh me fjallë, kalon në tankë. Për këtë asyju dhe zërë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, i amsoj umetit fjallën, që njeri mirët vesh me fjallë. Apo Allah e ka zbit insanit fjallë, se insana nuk është tas. Ti nuk mund është mi shku lopës mi folë. Mo kështu, se mësane edhe ti thëjnë, falë, që hajdu bo Allah, a hi të manë. Ama insani mi thonë, jam t'i folë që ti insani të manë regullë, se insana. Për këtë asyje, inni u allimu ke kelimatin, unë po t'imsoj disa fjallë tyje, pas të ja kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjallë të madhe, të se do të shpjegoj me lejnë Allahu të bareke ve teala ligjëratat e ardhshme. Elusim Zotin e madh subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelel xhelal na mundson që të mësojmë për fjallëve të mira, fillimisht nga Kur'ani, nga fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga fjallët e dietarëve të muslimanëve. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Zoti jon xhelel xhelal na mundson që të mrim muajin e Ramazanit, pasi që e kemi në prag. Elusim Zotin e madh të bareke ve teala, që Zoti jon xhelel xhelalu t'i largon vezveset prej neve, t'i shëron të sëmurët e muslimanëve. Në banë Allahu të bareke ve teala me shpirt të qetë, me shpirt të imanit, me shpirt i cili ka devotshmëri, me shpirt i cili e njeh Allahun dhe e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh të bareke ve teala që Allahu xhelal musliman ku që Allahu t'i ndihmon fuqaras, kamnor, nevojtar, bonjak, jetimat të veja të gjithëve. Allahu t'jap nga rahmeti vetë neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.